Në raportin tuaj identifikohet si audio e qartë, dëgjueshme, për çdo dëgjues folës kompetent, dëgjues që të jetë në gjendje ta kuptojë përgjigje, po pyetje. Dhe audio e pa qartë është audio që kërkon një dëgjim të kujdesshëm, të vëmendshëm, por që mund të kuptohet nga transkriptues profesionist në mbi bazën e kontekstit të brendshëm vetëm përgjigje, po. Dhe pastaj kemi kategorinë e tretë, që është audio e padallueshme, pa dëgjueshme qartë, pra që për të cilën mund të bën dallime të ndryshme nga dëgjues të aftë për të bërë këtë, me duke patur ndikim pra nga pritshmëri të jashtme të ndryshme që kanë ndikim tek rezultati i asaj që dëgjohet. Përgjigje po, dhe pyetje, këto përkufizime të përshkruara në raportin tuaj janë pastaj të zgjeruara dhe të përshkruara në seancën përgatitore që keni patur me mbrojtjen. Përgjigje po, pyetje, ne trajtuam pak dje këtë temë, por që jemi të qartë. Këto tre kategori janë kyçe, pra që në thelbësore në përfundimin tuaj, që sapo diskutuam në raportin tuaj. Përgjigje po. Pyetje, dhe konkretisht vlerësimi juaj sa i përket cila kategorisë batohet në segmentet e audios që keni në këtë çështje, është çështje thelbësore, pra me të cilën ju jeni mbështetur për në përfundimin tuaj, lidhur me mbështetshmërinë e transkripteve të prokurorisë dhe përkrimeve të tyre. Përgjigje po. Dhe pyetje, kjo është përshkruar në faqet 21-22, përgjigje po. Dhe konkretisht në fund të faqes 21 dhe në krye të faqes 22 ju arrini në përfundimin se kjo është pika 22 në krye të faqes 22, duke qenë se provat e jashtme kanë ndikuar transkriptin, ka një rrezik të qartë të arsyetimit që ngelet në vetvete i natyrës së tillë që mund të krijojë padrejtësi sa i takon provat të ndryshme forensike të ndryshme, pra. Përfshirë këtu provat që kanë të bëjnë me fjalimin, apo jo, përgjigje po. Pyetje, kur thoni me qenë se pse, do thot pra për shkak se, përgjigje po. Pyetje, dhe pastaj mbështetet në kategorizimin e audios sipas mendimit tuaj e padallueshme, pa qartë. Përgjigje e pa qartë e padallueshme, mendoj të dyja. Pyetje, por e pa qartë nuk ka nëse është e pa qartë, nuk ka nevojë që detyrimisht që të duhet informacioni i jashtëm, nëse është në këtë kategori. Përgjigje, jo detyrimisht. Pyetje, dhe fjala me qenë se, kjo është nga përdorimi juaj i programit ChatGPT Whisper, përgjigje po. Pyetje, dhe në fakt në pak të vlerësimi i duhur i qartësisë, kuptueshmërisë, pra të kësaj kategorie, përfundimet tuaja nuk qëndrojnë fare, apo jo? Përgjigje, pra pa këtë vlerësim, pa vlerësimin e dëgjueshmërisë dhe kuptueshmërisë, qëndrimet tuaja, përfundimet tuaja nuk qëndrojnë pastaj fare. Përgjigje, nëse ka qenë incizim regjistrimi i qartë, do të ishte situatë ndryshme tërësisht. Pyetje, tani nëse është vlerësuar nga ju, pra që keni vlerësuar ju, por vlerësimi juaj është i këtij incizimi është pjesë e kyçe, të rëndësishme, përgjigje po. Pyetje, dhe ky është vlerësimi mbi cilin jeni mbështetur për njërin prej programeve të inteligjencës artificiale. Përgjigje, nuk mendoj që jam mbështetur tërësisht në to, mendoj që jam mbështetur në vlerësimin tim të bërë për të materialeve, po ashtu, dhe transkriptimi i inteligjencës artificiale ka qenë pjesë e saj, por nuk ka qenë e tëra kjo.
pyetje. Pjesa tjetër që e keni shënuar paragrafin 27 të seancës përgatitore, ku keni dhënë përshtypjet tuaja si një person që nuk flet gjuhën shqipe. Përgjigje si ekspert që nuk flet në gjuhën shqipe në transkriptimin e audios forensike. Pra audio forensike dhe transkript forensik, pyetje. Pra këto janë përshtypjet tuaja, përgjigje po, pyetje dhe së bashku me përshtypjet tuaja si folës person që nuk flisni gjuhën shqipe dhe ChatGPT, përgjigje në rregull. Pyetje nuk është në rregull, është po se jo. Përgjigje shumë pyetje nuk janë në të vërtetë përgjigje po ose jo në atë mënyrë, por po e pranoj atë që po thoni ju. Pyetje nuk bëhet fjalë që ta pranoni atë që po them profesor, bëhet fjalë që të përgjigjeni pyetjes dhe mund t'ju lexoj përsëri atë që nëse ju dëshironi. Së bashku janë përshtypjet tuaja si person që nuk flet gjuhën shqipe dhe përdorimi i ChatGPT-s. Përgjigje po hezitoj sepse fjala përshtypje tingëllon pak si e lehtë dhe mendoj se ka qenë një vlerësim më i hollësishëm se kaq. Nuk ishte thjesht përshtypje, ajo që po përpiqem të bëj këtu është ta bëj të qartë, nuk jam mbështetur tërësisht në ChatGPT dhe kam gjithashtu rishikuar audion me ekspertizën time në audio forensike dhe në transkriptime të forensike.